Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet i takojnë Allahut azza wa jall. Të gjitha adhurimet tona vetëm atij ja kushtojmë. Lutim Allahun e mënduar që na ruan nga çdo e keqe, lehtitie, devijim, shkatërrim, qoftë na rrezikon këtë botë apo në botën tjetër. Lutim Allahu xhallahu ala që lavdatat bekimet e tij të jenë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, mbi shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Mbetëm tek disa sqarime që kanë të bëjnë me emrin Allahu xhallahu ala ash-shahid. Dhe përmendëm kuptimin e këtij emri duke i bashkangjitur gjithashtu edhe disa kuptime të rëndësishme të dëshmisë së Allahut azza wa jall, që dalin dhe burojnë nga emri Allahut ash-shahid. Dhe përmendëm se Allahu xhallahu ala është ai që dëshmon për saktësinë dhe vërtetësinë e shpalljes që ja ka dhënë të dërguarit e tij Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe përmendëm disa aspekte që kanë të bëjnë me këtë dëshmi dhe thamë se dëshmia e Allahut azza wa jall është një dëshmi e posaçme dhe speciale që ka bashkuar mes vete edhe dëshmin, por edhe gjykimin. Nga se nuk i takon askujt t'ja konteston Allahut dëshmin, apo që t'i shqyrton argumentet dhe faktet, e që ta konteston pastaj edhe vetë dëshmitarin e kështu me radhë, kjo nuk i takon askujt prej krijesave, nga se Allahu xhallahu ala është më i lartë dhe më i pastër se që dikush t'ja konteston atij dëshmin për atë që dëshmon. Dhe përmenda se neve na mbetet që ne të përfitojmë nga këtë dëshmi, jo pse i duhemi ne kësaj dëshmie, dhe jo pse ne i duhemi këtij dëshmitari, por që të përfitojmë ne nga të mirat e asaj që dalin prej kësaj dëshmie, qoftë në këtë botë apo në botën tjetër. Kjo nuk është dëshmia vetëm e Allahut azza wa jall, që dëshmon për shpalljen, për vahjin, që dëshmon për të dërguarin e tij, por është edhe një dëshmi tjetër e radhës, dëshmi e madhe, e që në atë zhargonin e kësaj kohe do të ishte e njohur si dëshmia e historisë, apo nga njerëzit që thonë gjykim historik, kur gjykohet dikush i madh, gjitha mediat kthehen ka ai, këtë aktualiteti dhe krejt do të thotë preokupimet e njerëzve janë në drejtim se çfarë argumente do të qesin dëshmitar, çfarë do të thonë, si do gjykohet ky njeri kështu me radhë, kur një proces gjyqësor është me karakter ndërkombëtar, të njëri ndoshta me rëndësi në histori, andaj quhet gjykim historik. Dhe njerëzit mirën shumë me këtë çështje. Madje edhe kur përmbyllet ky proces, shkruhen libra, edhe ka libra të dëshmitarëve që kanë dëshmuar për çështje të caktuar, si kanë dëshmuar, për çfarë dëshmojnë, e kështu me radhë, gjëra që njerëzit shumë mirën me to. Mirë, po është një dëshmi që nuk është historike. Nuk ka të bëjë me historinë. Ashtë nuk është geografike, nuk ka të bëjë ajo me vend caktuar gjeografik, apo? Por është dëshmia më e madhe që është dëshmuar për të ndonjëherë prej kur ka krijuar Allahu krijesa deri në fund të kësaj bote. Dëshmia më e madhe në historinë e njerëzimit dhe të krijesave në përgjithësi është ajo që Zoti xhallahu ala ka përmendur në surën Ali Imran, në ajetin 18, ku Allahu xhallahu ala thotë: "Shahid Allah Ennehu la ilaha illahu." Allahu dëshmon dhe gjykon se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush posa tij. Sa është kjo dëshmi sot interesante për njerëz? Sa është kjo dëshmi sot aktualitet i njerëzve? Sa konsiderohet dëshmia më e madhe në histori? Jemi ne dëshmitar të kësaj. Njerëzit vazhdimisht gjithmonë kam pas problem këtë pikë. Kush është ai që duhet të adhurohet? Dhe në vije dëshmia nga Zoti i gjithësisë, kush duhet, megjithatë nuk mbushen gazetat me këtë dëshmi, e as mediat, as televizionet, madje as shtëpiat e muslimanëve të njerëzve, se Zoti ka dëshmuar. Sa ai është i vetmi që meriton të adhurohet. Dhe nderuar, Allahu xhallahu ala përmend se sikur shikon hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur Allahu dëshiron të shpallë një çështje, çfarë do kofte ajo? Jo të kësaj natyre, jo të këtij niveli, çfarë do kofte? Apo kur Allahu don me gjyku diçka,
atëherë pëlqasin qiellt nga madhëria dhe madhështimi i Allahu xhallahu ala për këtë vendim. Dhe të gjitha melajket Allahu xhallahu ala bin sejdë. Allahu e din sa janë ato. Allahu alem. Nuk ka numër, mund të thonë miliarda, çka dush, po nuk mundesh asnjëherë të sjellësh numër adekuat për numër të madh me lajkesh, apo. Dhe i vetmi që ndëgjon këtë shpallje të Allahut është Xhibrili. Jo pse është i fuqishëm, po për shkak se Allahu jep fuqi që ai ti mbijeton, po them kështu kushtimisht, apo këtij vendimi të Allahut azza wa jall. Kjo është ajo që ngjan në qiell për një vendim të madh të Allahu xhallahu ala, që Allahu dëshiron t'ua kumton krijesave të tij, apo. E çfarë u amran për një kumtesë kaq të madhe, ku është baza e të gjitha shpalljeve, është baza e të gjitha misioneve, është baza e të gjitha urdhnave dhe ndalesave, është baza e çdo krijimi, është baza e çdo zhvillimi në këtë botë dhe gjitha botrat që Allahu xhallahu ala i ka krijuar e që ne nuk i dim, baza e kësaj është la ilaha illa Allah. Se nuk meriton të adhurohet askush pas Allahut azza. Dhe kjo fjalë me barë kaq të madhe, dhe kjo fjalë me peshë kaq të madhe, dhe kjo dëshmi kaq e rëndësishme që Allahu dëshmon për të, kjo fjalë Allahu xhallahu ala ka përzgjedhur që ne të jemi bardhësit e saj. Prandaj, çka është kjo dëshmi? Dhe për çfarë dëshmie bëhet fjalë? Allahu thot shahid Allah. Allahu xhallahu ala dëshmon se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas tij. Kur Allahu dëshmon, lëndëruar ne e përmendim më herët, atëra dëshmia e Allahut azza wa jall nuk është një dëshmi që duhet të shqyrtohet, apo nuk është një dëshmi që duhet të ketë afat caktuar kur e marrim në konsiderat këtë dëshmi. Është e saktë, po ka pak kohë, nuk mundem më njëherë ta marr në konsiderat. Nuk ka këtë dëshmi e kjo apo. Dhe thamë dëshmia Allahu xhallahu ala është gjykim. Prandaj kur muslimani me veshën e tij ndëgjon se shahid Allah, me emrin e tij është shahid, Allahu ka dëshmuar se nuk meriton të adhurohet me det askush pas Allahut azza wa jall, Ibn Qayyim rahimullah për këtë dëshmi thotë kështu. Thot ky ajet kuranor, ky ajet fisnik, do thotë shahid Allah, se Allahu dëshmon se nuk meriton të adhurohet me det askush pas tij. Ky ajet thot vërteton realitetin e njëshmërisë së Allahut azza wa jall. Dhe përmes këtij ajeti, thot Ibn Qayyim rahimullah, rënohen teoritë e të gjitha fraksioneve, të gjitha grupeve, të gjitha mendimeve, të gjitha filozofive që kanë qarkulluar dhe qarkullojnë jetën e kësaj bote deri në fund të saj. Thot, dhe kjo është dëshmi e Allahut azza wa jall, e cila rënon dëshmitë gojore të gjithë atyre që nuk kanë përputhje me këtë dëshmi. Kur do qofshin ata. Gjithashtu Allahu xhallahu ala rënon me këtë edhe drejtimet e tyre, edhe praktikat e tyre, edhe të gjithë ato që ndërtohen në të kundërt me kësaj dëshmie. Subhanallah. A din so ideologjia po rënohet me këtë dëshmi apo. Sikur për shembull, nëse pak më thjesht, më konkret më pruva apo. Para në vëllai nderuar për shembull një biznes miliardësh, apo një biznes miliardësh është bërë në bazë të një letre falso. Apo çaja letër falso ka mundësu që çta njerëz me fillu me bë zhvillim me bë dhe kanë bë shumë. Ata kanë bë edhe fabrika, ata kanë punuar punëtor, ata kanë ndërtuar banesa, ata kanë bë shumë, kanë bë shumë gjëra. Shumë. Jo vetëm vend tyne, po në përbot. Dhe tashti vije pronari adekuat i kësaj, me dëshmi se këta janë pronar të rajshëm kësaj. Unë jam pronari i vërtet i tërë kësaj. E ka dëshmin, fletën posëduse të tërë kësaj. Apo? Dhe ajë dëshmën ligj, ajë dëshmën gjyq me atë letër se është pronar i tërë kësaj. Kur vërtetohet dëshmia e tij apo? Apo a dini sa veç për një ndrim pronarsh të firmës sa zhvillimet bëhen apo? Sa drejtori shkarkohet, e sa pasuria transferohet. E sa shumë gjëra ndodhin që s'mund ne kemi paramenuar, po them firmat mëdha ku kanë ndoshta me mira punëtor që punojnë.
madje vetë zbatimi i atij vendimi gjyqit për bartën e pronësisë mund të jetë shumë i komplikuar që merr kohë që të bëhet atë. Sa njërin këtë botë ka pranuar se është pronari i kësaj bote vëllai normal. Sa njërin këtë botë ka pru dëshmi të rrajshme, apo në këtë dunja se ai vendos çka më bë, ai thot çish më jetu, ai bën ligj këtu, kjo është e jamja, kjo është sa dëshmi të rrajshme apo. Në këtë botë dëshmia e faraonit, dëshmia e Nemrudit, dëshmi të shumta në këtë botë, në këtë kohë, në kohët e kaluara, dëshmi të shumta të gënjeshtarëve të shumtë që kanë sjell fleta poseduese të rrajshme, që mbi këto fleta poseduese të rrajshme kanë ndërtu pushtetet e tyre, kanë ndërtu pasuritë e tyre, kanë ndërtu autoritetet e tyre, këti kanë ndërtu mbi to. Dhe vije Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me këtë fletë poseduese, që Allah ja ka dhënë dorë aftën. Thuju, e jam ja është krejt, jo juja aftën. Apo, sa pushtetet e rënohet aftën. Sa autoritetet prishet aftën. Për që ata luftojnë aftën, slojnë. Për që ata. Se aj, Allahu Gjallahu Ala, me këtë dëshmi, u a ka rënu pushtetet të rajshme. U a ka rënu autoritetet falca, të paqëndrueshme. U a ka rënu posedimin e rajshëm. E jemi është, nuk është e jotja, se është la ilaha illallah. A i vendos, qysh kemi fitu, a i vendos ku kemi argju. E jemi është, këtu është konflikti i dëshmive apëta. E kujt është? E kujt është vetja jam? Kush? I kujt është kja? A e jemja, a e këti që po dëshmon që është e ti? Allahu po thotë, së është e jotja apëta. Nëse së është e jemja, atër do të bëhet qysh? Do të bëhet si pas ati që është e ti. Këtu ka qenë konflikti pejgamberi vazhdimisht, e kujt është? Apo i kujt je ti? E kujt është pasuria jote? E kujt është toka në këmbët e tua? E kujt është? E kujt është liria që po e gëzon? I kujt është ari që po e thith? I kujt është uji që po e pin? I kujt është? Kush është pronari i kësaj? Allahu ka dëshmuar se është e tina. Dhe jo vetëm kaq se është e tina. Por Allahu ka dëshmuar se përderisa është e ti, a i vendos si duhet më përdor. A i vendos cilë është çmimi i këtij përdorimi. Se ky përdorim ka një çmim. Andaj Allahu ka vendos cilë është çmimi i këtij përdorimi. Namazi është një vlerë. Është një vlerë që Allahu xhallahu ala ka vlerësuar dhe ka pranuar si mall për shkëmbim begatish. Mbi gjitha tauhidi, njëshmëria Allahut azza xal është një çmim. Namazi është një çmim, agjërimi është një çmim, braktisja nga ndaluart është një çmim. Këto i ka vendos ai që është e tij. Prandaj ai ka thënë shahid Allah. Kjo është dëshmia më e madhe në historinë e njerëzimit që mohojt më në Arab. Ai ka dëshmuar e kujna është apo. Prandaj njerëzit kur e kanë llogarit Kurajsh të Mekës, apo pikërisht ka qenë konflikti. Pse kur i ka thonë pejgamberi sa Abu Talibi kur i ka thonë, "Kulu, një fjalë për lip njerëz sa s'po një fjalë thonë, një fjalë. Një fjalë thonë veç." Se përfundon kjo mos pajtim, përfundon kjo urrëti ndër vëllezër, një fjalë thonë. Kanë çfarë është fjalë? Ka thonë "Kulu la ilaha illa Allah." Thonë la ilaha illa Allah, kur sa thonë. Kur nuk kompon një fjalë. Ata e kanë ditë se të nënshkruarit në këtë listë poseduese, apo rënon shumë gjëra, krejt jetën u rënon, tërësisht, nënkupton lindje për fillimit, ti si e kërkush e heq, unë e të mësej. Qështëm, ti po të më marzu këtë shkollën që e kom pas, po unë të rëzoj se Allah po dëshmon apëta. Qështë krejt që ka kom pasuni, krejt që e kom mijat, kur të nuk është jeme, krejt du të me vetë dikon që ka me po krejt duhet, apë. A problema me nënshru këtë, apë. Është problemi, thonë kësoj pune, po. Apëta më burnishe. Ka një tojnë po edhe falcë në shkrimin e qetë. Jo më se këmë në shkune këtu. Kësi falcë ka sa dush. Po flasëm për në nëshkrim real. Andaj Kurejsh kanë qenë mushrik, po kanë qenë burra. Apo kër e në nëshkruj, që ashtu ja bëj. E su në nëshkruj. Kanë thonë ata vetë. Jo që thot la ilaha illallah, muslimat thot la ilaha illallah, e tani të shkel me skavatar. Krejt që ka nëshkruj. Ja, ata kanë e nëshkruj, des tani për ta. Që ashtu ja kanë bo. Ama kur se kanë nënshkru, u deke dhe për kundër në sajëpën, të se nënshruja. Me kanë ku një fjallë thune.
Ke bjen sikur se për shembull, një letër, dy rreshta, apo unë filon festeku, krejt pasojnë temë që kam ia dhon filon apo. Edhe dikush, pa një cop letra buhet në shkrim që ti çati apo. Sa është vetëm në shkrim kjo apo. Kjo në shkrim ka besht, apo se jes pa kurrë hiç, apo nuk është thjesht në shkrim. Andaj në shkrimi nganjëre s'ka vlerë. Apo nganjëre ka shumë vlerë. E kjo dëshmia e kësaj radhe që kërkon për neve të nënshkruajmë këtë dëshmi është nënshkrim i jetës. Kur nuk e nënshkru marrëveshje më serioze se kësaj radhe ato. Kur nuk e nënshkru marrëveshje më me përgjegjësi se kësaj radhe ato. Nga se dëshmitari i kësaj marrëveshje është shahid Allah. Ai ka dëshmuar aftën, se është çështë aftën. Nënshkruaje. Këtë është e tina aftën. Ai po thot e jam jart, ai ta ka pru listën poseduese. Ta ka pru listën, ta ka pru fletën e pronësisë, e jam jashtë. Kur u bëhe jotja? I ardhe ke gjetë. Qështë u bëhe jotja? Kur e ke bëhe ti? Që me kone jotja? Kur? A ti e ke ndërtu këtë dorë me mund dhe se kom gjitë që kom hjekune. A ti e ke në gjitë, e ke gjitë në gjitë vëlla. A ti e ke maru këtë zemër, e ke në gjitë veti që kom hjekune, 20 vjetë dhe kom gjitë ku me qitë. A ti, falë të kepë. Cile e, kujnë është? Përne Allah Gjallahu Ala, ka thonë, emhulikum min gajri shejin, emhumul khalikun. Cili paljeni jopëtën? A jeni kryu për kur shkafë, që është vetë dollëm. Apo? Emhumul khalikun, apo jeni kryust. Ju i kini të në vetës, bënë në filanë dhe jemi bo. Cili jeti? As njone si je. E pa atër Allah ju ka kryu ju, apën. Atër je i tina. Atër je i ti. E kur je i ti, që të pra nëshkruja, apëtën. Nëshkrimi jonë, se këtë është Allah Gjallahu Ala. Bëhet, ju duke nëshkru me emna. Apo, por duke nëshkru me la ilaha illallah. Ande Allah ka dëshmu se është qështo. Ti ki mu nëshkru në këtë, apëtën. Pa e kjo është dëshmia me madhe. Për këtë arsye dhe ruar edhe djetarë kër flasin për këtë dëshmi ka qëtë madhe, që qka do që të flasësh për te, vëllaj nuk mundesh kurrën e kurrës, apo me e zbërthy si duhet dhe sa duhet seriozitetin e kësaj teme. Nga se jeta është ajo që duhet t'i kushtohet kuptimit të kësaj çështje, jo ligjërata, jo momenti. Prandaj, sikur që e kam përmend në shumë raste, investimi që ne e bëjmë, angazhimi që ne e japim për ta kuptuar drejt fjalën la ilaha illallah, për ta mbjellë në zemra tona la ilaha illallah, për t'ja kujtu vetës tonë përgjithësitë që ngarkohen me to, për ballë fjalës la ilaha illallah, gjitha këto dhe shumë të tjera, investimi dhe angazhimi që bëjmë këtë drejtim është investim jetësor, s'përfundon kurrë, nuk është fazë e jetës, apo nuk është një herë kum gu, një herë kum thon, një herë kum mësu, por është gjithë. Por është gjithë. Në shikoj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ashabët i ka mësu, Ebu Bekrin e Omerin, ata njerëz të mëdhaj, i ka mësu për la ilaha illallah. Nëse Allahu ka dëshmu për këtë, e kjo dëshmi nuk është ka që thjesht, apo. Ka se përna po shahid Allah. Allahu po dëshmon atë. E kjo dëshmi, kur Allahu thot shahid Allah, dietar kanë thënë se dëshmia apo fjala shahada, që na e përthejmë si dëshmi, i ka 4 shkalla, pëtën. Kjo 4 shkalla, 4 nivele, nënkuptan se ti meriton të certifikuash në këtë dëshmi, kur i kalan 4 nivelet, pëtën. A kuptohë? Ti në shkollën që quhet la ilaha illallah. Apo? Po dëshiron që në fund të certifikuash si dëshmitar i deni kësaj fjale. Apo? Që kështu që po e quajmë, më kuptu. Apo? Certifikim për qenë dëshmitar. Gjithë kur së më bëhet dëshmitar, Allah duhet mu certifiku. Se është punë më rëndësi. Apo? E na dëshim ti certifikujmë dëshmitarët. Certifikim i dëshmitarëve të fjales la ilaha illallah. Ky certifikim i ka 4 nivele. I ka 4 nivele. Kur ti përfundojmë, atëherë mund t'jemi dëshmitar të dinë. Edhe Allahu Gjella Gjelalu e ka ndërtu dëshmitin këto 4 nivele. Por edhe ka kërkuar për neve që tjetë ndërtuar në këto 4 nivele. Niveli i parë i kësaj dëshmi e dhënëruar është
atë që djetarët i kanë thënë el ilmu el ma'rifa, dije dhe njohje. Nuk mund t'i është dëshmitar i diçkave që nuk e njeh. A e njeh ti Allahun për çaq sa me dëshmu se është i vetmi që meriton të adhurohet? Sa më shumë të njeh Allahun xhalla xhelaluhu apo? Këtë emrat Allah që po flasin për to, këtë që kena folë disa për emrat Allah azza xhel. A ka ndonjë për këtyre emrave që nuk mund të shërben si dëshmitar adekuat se Allah është i vetmi që meriton të adhurohet? S'ka asnjë. Këtë emrat Allah janë këtë shërbim ato. Njohje begative të Allahut azza xhel, që me tu i ka begatu krijesat e tij. Gjitha këto janë shërbim të kësaj, njohje e kësaj. Andaj njohja e fjalës la ilaha illallah. Sigurisht është edhe kushti i parë i kësaj fjale, dituria, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dije, do të me ditë më së pari, me ditë kuptimin e kësaj fjale, me ditë kushtin e kësaj fjale, me ditë atë që po e mohan përmes kësaj fjale dhe me ditë atë që po e pohon përmes kësaj fjale. Qase kjo fjali ka dy deg, apo e ka mohimin, Allah, dhe e ka pohimin, apo ai din këtë punë. Nëse dikush më di ja, po çështë s'm hi valla, çështë s'ka. Nuk ka dhënë edhe marrveshjen Allah, se ty është shkel ditë për ditë. Ai din çka po shkel. Ti din çka keni shkruar Allah. Andaj duhet certifikim Allah. Sot njerëz kanë bërë shkolla për jetë bashkëtorë. Apo dështimi hatashëm i bashkë, s'din me kon burrë, s'din me kon gru. S'din. Apo hala me të fëminis jetë bashkëtorë. Hala nuk i bartim përgjithësi që duhet, ka dalë se nuk jemu ai moshli kohëve, kur kanë se kam vjen, ka dalë tash e burr, apo tash ki familja. Hala i rëndën me ondrat e të kaluamit. Çfarë është edhe gruaja? Apo andaj kanë bërë shkolla ku certifikohen çizet bashkëtorë. E kryen atë kursin e ti bën me lip tash. Ngel, jo pret ti se si e për burr, pret pak njerë. Certifikim apo se duhet pret bashkëtorë të mu certifiku. Jo është për çka çaftën. Po me shku dikujt me jam prendu mallin apo agent i certifikuar atë. Apo ka kryer shkollë, kë den mi ashit mall dikujt. S'din mos e ti mund të bëj kundër me kësaj. Dikush edhe më dosh më blej se blen pite mos tani atë. Apo do të më kon agent i certifikuar. Po as duhet më kon musliman i certifikuar vëllai. Apo pse ke duhet më kon të certifikuar, me kalon diçka, vetë musliman po e ka më kon çysh do kuft. Apo s'ka certifikim. Mjafton me pos emrin musliman që kjo është dëshmi atë. Mjafton me pos babën musliman, nuk certifikohet njëri kështu vëllai. Njërë me pas babën profesor doktor, apo, po du me shku në shkollë. S'ka qare, nuk është grada e babës ti certifikim për te, në asë një rast. E pse si musliman për kaka? Apo si musliman, po bëjka me po, baba i ti me certifiku kejt kabilen. Apo, krejt, me diplom tem kejt hinin pun. Ku ka kështu, apëta? E ku ka për me diplom tem kejt hinin gjennet? S'ka kështu kurkun, veçt iblisi që tu i ka martu njerëz. Kurkun këtë rahatin, atë i thët, me diplom ti s'ka, bërë kënëzurët shkile, falc. E qysh me diplom të hagjis, apo falc dhe me hinë gjeneta, falc e ka bo diplom, që e ka ndru emna, dhe diplom, s'ka në Allah. Andaj kërkujë musliman dhe certifikuar, apo me dije. E din qka ka thonë, e din qka ka pranu, e din. E dije në kupton, a e din qka ke mohu, vëllo, a din. A din ku ti ka thonë të zdin, a din. Po e di unë, a din. A din kujna i ke thonë, sa fuqive në botë ju ke thonë, s'keni qka me mbo. A din, ta është jetu sfidu, ka dalë, sa ta tani të bojnë, e tani, qka bën ti? Kredu i ke thonë, tonë bashkë bëhuni, s'keni qka me mbo, kur gjeq. Pse unë e kohën, illa Allah. A din që ke thonë që shtë? Ka dalë tash? Prandaj, certifikim me dije. E di që këmë thonë apëtën. Kjo është e para. E dyta, shkolla e dyta e këti certifikimi dhe ndëruar është, po e që certifikim që shtë, shkolla është sa më kuptu drejtës, të unë hish në këtë fjallë krejtë sa më rëndësi, me që sa për kuptim. Apo, e dyta është që pas dijes, apo, njeri me e bind vetën për këtë apëtën, me i full vetës vetë apëtën. Unë e pedi që këmë thonë, me vetës kërë, din një me që ke thonë. Me bind, jo bised hamendje.
Jo, pa ka që s'na më mirë të heku. Jo, kësi. Jo biset që e konteston dëshmin, ja. Po biset me vetën tonë që e fuqizon këtë dëshmi, apëton. Ja përkujton vetës tonë, apëton. Flet me vetën tonë, apëton. Si kurse kam bo se lefi për shumë, apëton. A e nari ka thonë që unë e këmë thonë që të fjallë edhe lipi me shku në gjennet. Hajtina pak në gjennet që është, o hi jetje. Të kondunja, o hi në gjennet. Thot, shërib të minën hariha, pesha ujpi, lumeve tine. Wa e kun të akullu minë thimariha, hajsha për fryteve të gjennetit, e shtetet jabë. Po da me konë qëto? Po ki që? Po Allah, bëndë mirë. Hajtë dalim dhe pak dikun këshirëm që shërët. Hajtë e më dalë në gjennem. Apo, e kun pa që shpo djega atje njeri. E që shpojnë për zekumit, e që shpojnë për këtë, u të merrove, a u të billah. Thara, po të me konë që tu, ja s'pa du i ka merë për aty, e ta një këtheva, thash. Kjo me vetën, kësë asë dërës për ka zonë, me vetën, thash. Ku po të me shku? Që to? Qështu, ha? Ja, qështu t'i be një shku? Qështu me që dëmbeli? Me që të punë? Ja, qështu s'shkuat? Kjo sërtë rëfim dikujna, asë vetë, të jetë vetën tonë, vetë. I thurë vetë, a din që e ke thonë, Allah? A din që e ke thonë? Wallahi, nallu thurë vetë, a din që e ke thonë, o gu, a din që e ke thonë? O zamër, a din që e ke pranu? Ti ke pranu diçka që qilët tu ka së ne bajnë. Mi a qitë la ilahe illallah qilët, dërzohet. A din këtë fjallë? Se banë, Allah, nuk e banë. Qa që është e ronë? Se, a i ka thonë Musa, Allah të zogjel, o zëtë, mësa ma një fjallë, po, që kur kush pe kreseve nuk lutë veç o napëtën. Ka dash një dua speciale, që Allahu Gjallewala me e vequ me lutje. Ka thonë, thuj la ilahe illallah. Ka thonë, o zëtë, po, kullu khalqike je kulu në hadha. Krejt kresë të tu e shtu thujnë, një pa të qka ma special. Allah ka nuk ka musës, nuk ka puna me të thonë me. E pse tonë e thujnë, që janë tonë njëjtë, apëtën. E po, puna është me kuptimin e drejtë të kësaj që thuat. Andaj Allah Gjallaj ka thonë Musa, o Musa, a din se në qofse, krejt që ka kanë qilë, posë Allahot, pej arshit e të poshtë. A mushën paramënus sa është e madhe, s'munësh, e di, se s'kena mundësina. Përfundan limiti i arsyjes tonë dhe mendjes tonë, apo për ta kuptu sa është qilë, e sa është arshit, sa është kursia. Mirë po, Allahu ka thonë, krejt mu vendosë, me njën të peshojës. Edhe krejt që ka konë tukë, edhe tuka, bashkë me krejt njerës dhe me krejt që ka konë mu vendosë, me një anë të peshorës. Edhe me një anë të të la ilaha illallah, do të vind të mërën la ilaha illallah. Fjala, dëshmija Allahut është e ronë, jo dëshmija jonë, se e jonë është e letë. Apo, që ta fatkeqësisht muslimantë, dëshman që është la ilaha illallah, edhe tani ranë. Subhanallah, asë për të gjenë rëndë që e fjallë, la ilaha illallah, që s'po mund me mashtru, Allah, që s'po mund me rajtë. Kur ti e dëshmitar, i një dëshmije më të madhe që e ka njoftë njerëzimin dhe një herë, që s'bot kjo punë, Allah. Andaj, full, me vëdhetin e vetë, që shtof bënë më abet, në anët e thëtë. Apo, unë e po thëmë, unë e po bëj, unë. Andaj, kjo është pjesë e këtë dëshmije, kjo është nivel që duhet me kalu njëri. Pak si biseda është të brendshme, pak si përkujtime, apo pak si goditje, për mes dijes që kemi fitu nga fjalla la ilaha illallah, për le mund më certifiku që shduhet, problema është, niveli i tretë i këtij certifikimi, cili është ndërruar, është me dalë publikisht. Se një pikë kuptim fjallës shahada është el-ilam, me dalë, se arabisht edhe mediave sot i thënë ilam, apo andaj me dalë sigur se media, publikisht. Në kanal tonin, gjithë është la ilaha illallah. Apo, a janë në të pakon e kanaleve, ka lëllë e kanalit, dikush dhe me qyrë, këta dhe me qyrë të spesh punë, ama kur dikush dhe me qyrë që la ilaha illallah, ty qëtë apëtën. A jenë gjendje që sërë dikush e qëtë kanalin tënë, ti mi ju ka du që la ilaha illallah? Që kjo e dëshmi. E jo me në zonë zgabem shumë zonë të në zonë i të kënu apën. Kjo si bjen me la ilaha illallah, po ndra kanalin dhe të dithina. E s'ka kështë apën. Kjo i bjen që sërë dikush të qëtë kanalin tënë, gjithë mund të ka du që i bjen me konë la ilaha illallah. Me konë dëshmitar medial, publik, para këtë njerëzve, i kësaj fjallë.
Kjo është nivel. Apo? Prandaj don dikush me kthy lajme, është kanalli për lajme. Ka muzikë, kanal 24 sat veç muzikë. Kush do me ngu, apo çfarë? Ka lloj kanalesh. 35 të lihara. Kur dën dikush me njoh Zotin e vet, me njoh la ilaha illallah, me ditë që si bjen një musliman që është, elshon kanalin tonë. Ai në gjendje gatishmërie 24 sat, apo me dhon program efikas në kuadër së fjala, që kjo është publikimi apo. Mi thirr tjerë, mi mësu tjerë, me fjalë, me shprehje, me vepra, me atë që del nga dëshmia jote se nuk meriton të adhurohet askush me drejt pas Allahut asgjë. Ai fjala nuk ka kjo fjalë veç ka depresi. Për çata ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush e thot hin xhenet, çështu po. Me i certifikuar. Apo i certifikuar. Se njëri pa certifikuar sot me thonë dëshmi, a mirët parasysh? Për me dal në njëri gjahil, aska kush me thonë, një verosë për hap, bagi vdekje prus, andaj mos hani pat legjona se që aty është, apër. A e lojmë pat legjona për këtë punë? Kush jeti o Allah? Kush t'ka certifiku ti për me lërsu? Një selen? Po me dal një grup i mjekve të certifikuar për të smunja, apo, edhe me thonë, as ujë më spini, zban. Apo e lojmë. Pse? Dëtë djën njëjtë, njerëgjen. Ja, kjo është i certifikuar për këtë punë, ka kërë shkollë për këtë punë. Prandaj, edhe këtu ka thonë pejgamberi, kush thot la ilaha illallah, po ai që është adekuat me e thonë, i certifikuar për këtë, hin xhennet. Se sa njëri thot, mos e bën këtë, bën e këtë, fjala e tij s'është fare më rëndësi apo. Prandaj, kush thot la ilaha illallah, men qala la ilaha illa dakhala al-janna, është ai men kush pe të certifikuar. Apo jo të pashkolluar në shkollën e fjalës la ilaha illallah. Prandaj ta publikojmë gjithkohë publikisht, mos ta vjen turp, mos kompleksohemi, mos të ndihemi të dopt, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allahu thot mos u dëshpërani, mos u mërzitni, mos u dobësoni, mos u likështoni, nga se ju jeni më të lartë, më të ngriturit in kuntum mu'minin. Nëse besimtar jeni. Me çka bëhesh besimtar? Me la ilaha illallah. Kur mos u komplekso, kur mos u dëshpëro, kur mos u mërzit. Publikisht shfaqe knacin tonë me këtë din, publikisht shfaqe përkatësin tonë me këtë din, publikisht shfaqe kënarin tënde me këtë din, publikisht praktikoj atë çfarë të ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pa asnjë turp dhe me këtë kënari tjerë të kompleksoj. Nëse kjo është kërkesë e fjalës la ilaha illallah, publikimi, ftesa e tjerëve në këtë punë, e ftesa bëhet tash edhe me fjalë, po bëhet edhe me vepra. Dhe niveli i katërt i këtij certifikimi është atë që ulemat e kanë quajtur el-emru el-ilzam. I bjen se ai që ka dëshmuar se nuk meriton askush të adhurohet me tërë pas Allahut azza wa jall, e obligon vetën e tij me zbatimin e tërë asaj që dalin për këtë dëshmi jam. Nëse një njeri vjen gjyq me dëshmu për diçka, edhe jep deklarat, unë në këtë kohë e kom pasë se kjo ka ndodhur kështu. I thot dikush ti me këtë dëshmi, a din që tani filoni hin burg? E di. A din tani që ki me konë edhe, apo? Se këtu në tani ketë kërkesat domosdoshme me dëshmisë tonë. S'është me dëshmu me leqët edhe hajtë e së shpia, s'u di që ka bëhet mësëri. Jo, du me ditë, apo? A i merë përsipër përgjithësi që dalin nga dëshmia? Po i marë përgjithësi. Që kjo është la ilaha illallah. Kur thu la ilaha illallah dhe dëshman se nuk meriton të adhurohet askush me drejt pas Allahut, a i merë përgjithësi të kësaj fjale? A i merë përsipër. Krejt që ka duhet. Në qofë se këto 4 nivele i kalojmë, imi certifikuar. E kemi nëshuar. Spaku si fazë fillestare teorike. Apo, e pastaj ndonjë defekt eventual praktik ose dështim, ju se më lonë në e falë. Por spaku me këtë vedije, me këtë gatishmëri, me këtë pregaditje, duhet të futemi në këtë dëshmi që Allahu për te ka dëshmuar. Andaj edhe Allahu xhallahu ala kur thotë shahid Allah, edhe Allahu kur thotë se Allahu ka dëshmuar, Allahu e din që ka dëshmuar. Po qëra i Zoti mund me thonë dikush apo thot po, nuk dihet mas 300 vjetë, mas 1000 vjetë nuk dihet del dikush i fort, apo e diu që kom dëshmuar. Kur them që s'merrem edhe kur kush ju sfidoj, te ku doni, ku shkoni,
A mund marrë dikush tani më i fortë, më i dishëm, apo me rënu këtë dëshmi? S'ka mundësi. Ka se Allah e din që ka dëshmuar. Dhe gjithashtu Allahu xhallahu ala e ka publiku këtë me pejgamber, e ka publiku me argumentet e tij, të shfaqura në natyrën, në vetën, në gjithkund, se ai është i vetmi që meriton të adhurohet. Ai ka shpërndar këto argumente po. Dhe gjithashtu nuk e ka lënë këtë fjalë goje, por e ka ngarkuar me obligime që janë urdhat dhe ndalesat e Allahut azza wa jall, që ngarkohet me to çdo kush që thot la ilaha illallah. Prandaj këto janë kategoritë e kësaj dëshmie, që Allahu xhallahu ala ka dëshmuar për të, dhe kjo është dëshmia më e madhe. E pastaj Allahu thot: "Shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaika." Edhe me lajket kanë dëshmuar këtë. Këtë me lajket Allahu azza jall janë këtë dëshmi. Edhe kanë ka përzgjedh Allahu xhallahu ala ta përmend gjithashtu si dëshmitar të wa ulul ilm, dietarët. Janë dëshmitarët e Allahut azza jall se nuk meriton të adhurohet me të askush pas Allahut azza jall. Prandaj kjo është dëshmia më e madhe dhe procesi më i madh, po them se kushtimi është gjyqësor që është zhvilluar ndonjëherë në tokën qiell, ku është vendos dhe është dëshmuar se i vetmi që meriton të adhurohet është Allahu xhallahu ala. Dhe ne në çështë dëshmim timi pjesë e kësaj dëshmie, apo dhe të përfitojmë, sigurisht të thashën të parën dëshmia atje, ne duhet që të certifikohemi në këto 4 nivele, që të jemi dëshmitarët e Allahut subhanahu wa taala ashtu sikur duhet. Në kjo është dëshmia e Allahut azza wa jall të nderuar, që Allahu ka dëshmuar përmes saj se ai është i vetmi që meriton të adhurohet. Tjetër dëshmi që kemi të Allahut azza wa jall, që thash, apo që Allahu dëshmon për të, është gjithashtu dëshmia e Allahut azza wa jall për vërtetësinë apo për pejgamberët e tij, se ata i kanë mësuar drejt popullit të tyre. I ka mësuar drejt popullin e tyre. Nga se sot pasues e Isa alayhis salam, a janë nga ata që i referojnë mësimeve të tij? Po. A ka për shembull ndonjë pasues i Isaut sot që e quhen Jezusi, dhe që mbart fatkeqësisht besim të shtrembruar, duke menduar dhe besuar se Allahu ka djalë, ose se djali vetë është vetë Zoti, e kështu me radhë besime devijuara. A ka dikush prej këtij grupi të njerëzve që thot Isa alayhis salam na ka mësuar që ai është Zoti, as është djali, po na vetë po kena çfarë më angjit. A thot dikush kështu? Jo, ata krejt dëshmojnë se ky është mësimi i Isa alayhis salam. Ata krejt dëshmojnë se kështu ai ka mësuar. E këtu kemi tash ballafaqim dëshmish. Apo këtu kemi diçka që ne dimë që nuk është ashtu, edhe kemi një grup njerëz që dëshmojnë se është ashtu. Edhe kjo nuk është hera e parë. Dhe kjo nuk është rasti i parë i konfrontimit të dëshmive mes pejgamberëve dhe popujve të tyre. Do të konfrontohet me popujt edhe Nuhin e sa për këtë dëshmi. Edhe popujt e tjerë, madje edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sikur se ka në hadithin e Ebu Umame el-Bahili radiallahu ta'ala anhu, i cili përmend se pejgamberi sa ka thënë, ditën e gjykimit do të sillet një grup i njerëzish nga ummeti im, që do t'i bartin djathtas edhe majtas. Jo në drejtim të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të thotë, unë do të thotë, këta janë të ummetit tim, ku pëlqeni, ka pëlqeni tani atje, ku pëlqeni kësaj, më sjellni këtu, te unë. Ndërsa mua do të më thuhet, inneke la tadri ma ahdathu ba'dak. Ti nuk e din çka kanë bëu këta mas teje. Apo ti i kelon mirë, te këto që këta ashabjera. Apo i kelon ashab mirë, i kelon udhëzim, i kelon dëshmëri, i kelon dije, i kelon siguri, te kupton që këtë mësues si ashabin kona. Atëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do ta lexon ajetin që është në surën El-Maida, ajetin 117, që vet Isa alayhis salam ka me lexuar yawm al-qiyamah. Ku Allahu xhallahu ala thot: "Wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim." Un kam qenë dëshmitar për ta sa kam qenë në mesin e tyre. Sa jam konç aty, çta njerëz kanë besuar mirë. Unë nuk di dikush pi havarinëve që ka besuar se unë jam Zoti. Ja unë e di. Unë i kumlon çështu. Ndërsa
Falamma tawaffaytani, o Zot, kur ma ke marrë shpirtin mu, kur më ke largu mu për tyne, se Isa sa nuk ka vdek, po tawaffaytani këtë kuptim është kur më ke largu për tyne, apo kur më ke ngritë ti, s'kam qenë më të ata, kunta anta ar-raqiba alehim, ti ke qenë mbikëqyesi tyne, ar-raqib bi emrin e Allahut azza wa jall, apo wa anta ala kulli shay'in shahid. Dhe ti e dëshmitari këtij gjërave. Unë nuk di, unë dëshmoj për çat periudhë tëme, çaj di unë atë. Çka kam bëu mas me, unë nuk e di atë. Njëjtin ajet ka me lezu edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, apo kur njerëz nga ummeti i tij do të prezantohen sikur se ummeti i tij. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shenjtë e jashtme, e din që mirë i kom lon. I kom lon mësimet mjaftueshme, u kam lën uzimet mjaftueshme, u kam lën porosit mira. Ju kom lënë edhe shembuj praktik, konkret, mjaftueshëm, ashabët e mi. Andaj logjikisht i bie që ky ummet mos më përqa. Cila është më e afër për këtë ummet? A uniteti dhe dashuria, apo përçarja dhe lufta dhe mospajtimi? Cila është më e afër për këtë ummet? Nëse i referohemi Kuranit, Sunetit edhe jetës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, cila është më e afërt? Po më afërt është mu dash çaq fort që këtë dynja e lakmimin e marrë Allah. Mu përkra, mu ndihmu qatë shumë që mu bo shembull i panashkalueshëm për tërë njerëzimin. Andaj logjikisht i bën që andaj Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka vlerësuar me këtë arsyeshe. Sikur që ka ardhur Omeri radhiyallahu ta'ala anhu tek Ibn Abbas. Ka thonë Omeri din që kjo me të ku më përqa. Se dhe vetë pejgamberi më ka parlemru që ka më përqa kjo me të. Omeri i ka thonë Ibn Abbasit, kejfe të khtelifu hadil umme. Qysh ka mundësi më përqa kjo me të, s'po kuptojnë. Parëna, s'ka mund, po është e vërtej që i ka thonë pejgamberi në 72 grupe, në 73 grupe, ka përmenem. Po qysh? Se sa pësë në konë ndamë kështu apëtën. Ata kam pas më spajtimi eventuale, po jo përqari, jo urrejtje. Ata këtu punë si kam pas. Ata s'ka mund me kuptu Omeri qysh ndodhë kjo punë. E ka pyet Ibn Abbas, qysh kejfe të khtelifu hadil umme. U rabbuha wahid. Qysh ka mundësi mu përqa kur një zot e kanë. O nebiju wahid, një pejgamber e kanë, me konë 3 pejgamber, dikush tje, dikush tje normale, po një e kanë, një pejgamber e kanë. O kitabuha wahid. Nësa një liber e kanë, qysh përqanë. E po Ibn Abbas e ka shëru pas të jepën. Shkurtimisht, me u prezentu rezumene për gjithës është se kur i çdo kush jam synë me menet vetë apëtën. Që të e dahën. Shumë është e qartë, po mu ma mërë menja apëtën. E ty këta merë, edhe mu pra ma mërë menja. Se me menem tonë me konë, tu ku me menet e mën apëtën. Apo e ta një shu dahën apëtën. Që kjo është esenca e përqarës të jumetit. Kur njerëzit kanë sjell autoritetet tjera për të vlerësu dhe për t'jap sugjerime dhe spjegime për porositë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E atëra për të më përçamë atë. Allahu ka garantuar unitet në njën e Kur'an dhe Sunetit. Që tu ka garancë. Dini piksoj, nuk garantoj të ne aboni të sëpe grim, a rejheni, a prejheni, a luftani, a mytë që nuk, për kur nuk garantojmë. E qështu ka ndodhër. Prandaj, Allahu Gjallahu Ala është dëshmitar i pejgamberëve të ti, se ata i kanë lonë gjendjet mirë shëndetësore umetit të ty në apëtën. Shëndetësore në kuptim të imanit, apo kuptim të dijes, në kuptim të udhëzimit. Mirë i lashë. Unë e sot e di, kom lonë të u falë. Pëse shëndrojët, 90% e umetit nuk falët, që ka dim pejgamber për këtë punë? E kujton që kush thot la ilaha illallah, falët. A ka mundësi me paramendu Omeri radiallahu një që thot la ilaha illallah s'falet? Se paramen këtë punë, Allah. Këto Omeri se mërvesh. Këtë shkollë, se ka kryu Omeri këtë shkollë. Zim, që ta që ditë një mëllë qiyame, që shmo këta musliman për dojë këna për. Musliman për të zinë, që kanë mëra pështu këta mas të jepëtën. Ti se din laramanin e tyne që këta kanë përru mas të jepëtën. Atër thot për kuntu alehim shahiden ma dum të fihim. Unë jem dëshmitar se i kom mësu mirë se jem konë. Unë i kom mësu s'ka laramani. Unë i kom mësu se kur thush la ilaha illallah që shtu i bjenë. Që shtu i kom lonën e. Që shtu i kalon sa i asab. Ata që kanë orë mas meje, që kanë prish ata, që kanë rënu ata, që kanë zëzu ata mas meje. Unë nuk di. Teja Allah dëshmitari kësaj punë ata. Për edhe kjo është një dëshmi e radhës që Allah u dëshman
se nuk janë përgjithëse mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për gjendjen e umetit të thënë. Këtë ka dëshmitar Allahun pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk është përgjithëse asnjë ajet, asnjë hadith për situatën që ne kemi. Jo vallahi. Nuk guxon me kum pse Allahu është dëshmitar i kësaj se sa që shtohet. Dhe Allahu është shahid, Allahu dëshmon se gjendja e umetit absolutisht nuk reflekton me mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pa çdo kush i cili i fajson pa drejtësisht mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për gjendjen e umetit, ai me një fjalë, ai edhe e konteston dëshminë e Allah xhallahu ala se e kundërta është e vërtetë atë. Është e rrezikshme kjo punë. Është e rrezikshme me menu, apo se për shkak namazit, e për shkak të kësaj, e për shkak të kësaj, e për shkak të mësimeve, muslimanët me që shtopën. Ka se krasje shpifet për mësimet e Allah xhallahu ala që kjo është kufër, kontestohet edhe dëshmia e Allah xhallahu ala që ai ka dëshmuar se mësimet e pejgamberëve i kanë lënë njerëzit në gjendje normale. Kur u shku pejgambert, pse janë mbrapshtu njerëz, e kanë prish sistemin për gjësin ata që kanë prish, e jo mësimet që i kanë lënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj kjo është ajo për dëshmive të Allahut azza xhel që Allahu ka dëshmuar. Gjithashtu përfund dua të përmend edhe një që kanë përmend dietarët, e që është një dëshmi më e posaçme, më e veçantë, e që mund të jetë interesant për neve, që ka të bëjë me dëshminë e Allahut azza për disa vepra të robëve të Allahut, apo që robët e Allahut i bojnë e Allahu është dëshmitari i tyre. Se dini për shumë vepra Allahu xhallahu ala dëshmitari ka me lajket, sepse ai e din çka bojnë. Sikur për shembull, me lajket e ditës edhe natës, që vinë namaz sabahut dhe vinë namaz të ikindis, ato ndronë yata'aqabu fikum malaikatu layli wa an-nahar, ndronë tek me lajket e ditës dhe natës, apo edhe raportojnë vinë me lajket në sabah, edhe pej sabat, dhe një kindi, këshyrin gjenë në robet, shkojnë të ka Allah xhallahu ala, qështu i gjetëm, qështu i lam. Apo? Dikon e ka gjetë, e kemi gjetë të flajt në sabah, qashtu mazit dhe pëtëro me flajt, e gjetëm të flajt, edhe e lam të flajt. Dikon e ka gjetë, me lajket e ka gjetë, qut, apo, po në kafe e gjetëm, kafe e lam. Apo? Dikon e ka gjetë në gjami, e gjetëm në gjami e lam, në kindi edhe në sabah, qështu dikon e gjonë. Të ashtu tani vinë ato të kindis, apo edhe deri në sabah për cilën gjendin, Allahu të raporton. Këta në dëshmitarë të Allahu në tokë, çka bojnë robët e tij? Allahu e din, po ata dëshmojnë. A ka vepra kur Allahu është dëshmitari drejt për drejt? Ka disa vepra atë. Një pyetje ulemat e kanë përmend se atë që ka në surën El-Isra, ku Allahu xhallahu ala thot: "Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda." Qur'an al-fajr, leximi i Kur'anit namaz sabahut. Apo është përshtim Kur'an al-Fajri, namazi i sabahut dhe leximi i Kur'anit që bëhet në namaz të sabahut. Allah kanë mashhuda. Mashhuda për fjalën shahid, apo është e dëshmuar kjo. Kush dëshmon për këtë? Ka ndodhur disa transmetime që disa ulematë janë mbështetur to në hadithe që flasin se Allahu xhallahu ala zbrat në qiellin e dunjas, në pjesën e tretë të natës, apo dhe Allahu drejt për drejt i drejtohet krijesave. Apo, dhe ajo është dëshmitar i kësaj thirrje, dhe ajo është dëshmitar i përgjigjes se Allahut kush i përgjigjet, apo? Jo me lajket, nuk thotë Allahu Xhibrilit shko thirr. Atë kjo është e mjaftueshme, autorizim pi Allahut azza. Shko thirr te krijesat dhe thuj kush po kërkon falje që Allahu t'ia fal. Dhe kush çohet me kërku falje dëshmat e Xhibrilit te ona se ka ndodhur kjo kështu? Ndodhen punë tjera. Ndërsa në pjesën e tretë natës s'ka autorizime. S'ka me lajke, jenzilu rabbuna, Zoti ju zbret drejt për drejt. Ai është edhe me dije, po edhe dëshmitar i asaj që ka bojnë robën tokë këtë pjesë të natës atë. E disa ulema kanë përmend bazë të transmetimeve thash se kjo thirrje e Allahut dhe ky qëndrim i Allahut xhallahu ala në këtë pjesë të natës, apo në qiellin e dunjas, nuk është vetëm për pjesën e tretë të natës, po vazhdon derisa Kur'an al-Fajr. Kur'an al-Fajr, që ka në këtë aja në surën Isra, derisa të përfundon leximi i imamit në namaz sabahut. Kur përfundon Kur'ani, apo përfundon edhe dëshmia. Kush qëllon në atë lexim, dëshmon Allahu për të se e ka gjetë në adhurim. Prandaj edhe kjo është një dëshmi që njëri është nuk duhet t'ia humb veten këtë privilegj, këtë mundësi të shpëlimit të madh, të arritjes që të jetë Allahu dëshmitar i
qëndrimit të tij në këmbë. Këtë kohë kur gjithashtu Allah është dëshmitar se shumica e krijesave të tij janë në xhamat. Andaj nëse nuk kemi mundësi që në pjesën e tretë të natës, për arsye të caktuara, njëri mos të jetë pjesë e kësaj dëshmie. Kur Allah dëshmon se janë qudë rob të tij dhe po kërkojnë, spaku mos ta privojmë veten tonë nga namazi i sabat me xhamat, apo që Allah të dëshmon për neve se ne kemi qenë aty kur është lexuar Kur'an el-Fajr, kur lezu Kur'anin në namazin e sabat. Andaj kjo është një dëshmi që shpresojmë tek Allahu xhallahu ala të na bëjë dritë në këtë botë edhe në botën tjetër. Këtu janë disa prej kuptimeve dhe disa prej dëshmive që Allahu xhallahu ala dëshmon për to përmes emrit të tij Ash-Shahid. Allahu xhallahu ala los lëndëruar që Allahu xhallahu xhelalu të na bën fillimisht nga ata që përfitojnë nga çdo emër i Allahut azza xhel. Dhe çdo emër i Allahut që mësojnë ka hise në jetën e tyre ato. Dhe gjithashtu Allahu na bën nga ata që janë dëshmitarët e Allahut në tokë, jo që i duhemi ne Allahut, por të përfitojmë nga ky term, të përfitojmë nga kjo grad e lartë e nderit para mëna dëshmitari i Allahut në tokë. Subhanallah, yawmul qiyama ti je dëshmitar. Ky nëse kufart, pa besimtar thonë, e ku ke çaj Kur'an? Allahu të bën ty, që ky as e ke pa Kur'an? Që ky u kon. Që ky u kon, ai që ka dëshmuar gjithmonë se unë e kam thënë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. A ka nder më i madh apo se ty Allah më të marr dëshmitar edhe për kojshit e tu, edhe për mahallën tonë, edhe për popullin ton, edhe për botën mbar, mbi gjitha apo do të jemi dëshmitar e pejgamberëve të Allahut azza xal. Nga se kur pejgamber të bin konflikt me popullet e tyre, nga Nuhi alayhis salam, sikur se ka në hadith, kur 950 vjet i ka thirr, edhe do të thonë në kıyamet kur pas e kim këtë njeri. Subhanallah. Ku kon? Ku ke banuj, ku i tjeti? 950 vjet ja kontestojnë thirrën atë. Allahu thot, a ki dëshmitar anu? Tash janë në gjyq, këta po thonë ti si e konta, ata ti po shim kon dëshmitar. Një prej dëshmitarëve me rëndësinë këtë proces gjithësor është thot ummetu Muhammed. E din ummeti Muhammedi sonim kon, nga se një sure komplet në Kur'an ty ne ka qenë Nuh. Apo na dëshmojmë se është pejgamberi i Allahut. Na dëshmojmë për Nuhin alayhis salam se vallahi billahi ka thirr 950 vjet. Ata rajnë apo. Anta i bënë dëshmitar i din, ndije këtë privilegj, këtë nder që Allahu po të përdor që të jesh dëshmitar i pejgamberit të Allahut azza xal. Dëshmitar i Kur'anit, dëshmitar i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se mundi i tij ka qenë ditëm të duar. Ka qenë pejgamberi i Allahut hak. Kush jena me dëshmu për të subhanallahu. Na me dëshmu për çiftin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Na me dëshmu se Kur'ani është sa, kush jem na Allah? Për Allah kur do ndikon me ngrit, e ngrit atë. Kur Allah do më bëj dikon të madh e bën vallahi për të nuk është tir. Apo andaj edhe dikon sikurse na çkret të ngratë, që kur gjë skem, as kur gjë s'dim, edhe dikon si na Allah e bën shuhadaullahi fil ard, dëshmitar të Allahut në tokë atë. Na dëshmojmë se Allahu është i vetmi që meriton të adhurohet. Na dëshmojmë se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Na dëshmojmë se Kur'ani është fjalë e Allahut xhallahu. Na dëshmojmë. I bashkangjitemi asaj që Allahu xhallahu ka dëshmuar për të me emrin e tij e shahid. E kjo është ajo që duhet ta kuptojmë nga ky emër i Allahu xhallahu dhe padyshim edhe dëshmi të rreth shumë dhe kuptime që nuk patëm mundësi me i trajtu tërësisht në këtë ders, por shpresoj që kjo që është të e mjaftueshme për të përmirësuar gjendjen e zemrave tona, të imanit tonë, të raporteve me Allahun xhallahu ala dhe gjithashtu edhe me raport e ndërsjellët dhe dashurinë që kemi për një tjetrin të dëshmojmë gjithashtu për efikasitetin e mësimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj bëhuni dëshmitar të denjtë të Allahut në tokë me fjalët e juaja, me punët e juaja, me sjelljet e juaja dhe me raport e juaja mes vete, nga se për këtë dëshmi do të shpërblemi nesër ditën e gjykimit. Me kaq po i do fund, Allahu shpërbleft, sallallahu alaihi Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira.